Zyra e presidentit pas miratimit të dekretit të zgjedhjeve të pjesshme për 6 qarqe shpërndau edhe një sqarim të detajuar që shpjegonte në mënyrë ezauruese të gjithë arsyetimin e ndjekur deri në nënshkrimin e dekretit. SNA edhe më parë ka mbajtur të njëjtin qëndrim sa i takon gjykatës kompetente, të cilës mund t'i drejtohej Erion Veliaj në rast kundërshtimit të shkarkimit nga Këshilli i Ministrave. Dallohet qartë se ankimimi i Veliajt nuk u depozitua në gjykatën kushtetuese sepse Veliaj po kërkonte atje të drejtat e tij. U depozitua atje pikërisht duke shpresuar se duke depozituar ankimimin në sekretarinë e gjykatës kushtetuese do bllokonte vijimin e procesit të shpalljes së zgjedhjeve të pjesshme. Por me që çështja e jurisdiksionit të një gjykate nuk ndahet nga qefi i ankuesve, Këshilli i Ministrave nuk u ndal nga ai ankimim dhe i kërkoi presidentit shpalljen e zgjedhjeve. Kujtojmë që kryeministri shikon lajme po aq sa presidenti. Rama dhe ekipi i tij kishin parë lajmet e darkës dhe me siguri kishin mësuar që Veliaj kishte depozituar ankimim në gjykatën kushtetuese kundra vendimit të Këshillit të Ministrave të nënshkruar nga Edi Rama. Presidenti besohet se kishte parë të njëjtat lajme si Rama, por nxori dekretin bazuar mbi të njëjtin arsyetim juridik të vendimit të Këshillit të Ministrave. Pra si Këshilli i Ministrave ashtu edhe presidenti bien dakord që gjykata kushtetuese nuk është gjykata kompetente për të shqyrtuar ankesën e Veliajt, por Rama në këtë histori nuk u fsheh. Ishte ai që deklaroi se do i kërkonte Këshillit Bashkiak nisjen e procedurave të shkarkimit të Erion Veliajt. I vetmi që është fshehur është presidenti. I kompleksuar nga sulmet e paralajmëruara të Gazmend Bardhit, presidenti nuk pati kurajon as të dilte e as ta lexonte tekstin e sqarimeve të dekretit të tij. Askush nuk beson dot se Begaj është ulur dhe ka shkruar vetë atë arsyetim, por për ta lexuar mund edhe ta lexonte, qoftë edhe nëse nuk e kupton dot. Pyetja është, kujt i duhet një president që fshihet edhe ditën kur ka të drejtë? Kujt i duhet një president që ka frikë nga Gazmend Bardhi?